Veshjet kombëtare shqiptare vazhdojnë të kenë interesim, veçanërisht nga brezat e rinj. Punimi i tyre me dorë dhe ruajtja motiveve tradicionale po bëhet me përkushtim nga artizanet. Saime Kabashi, e cila prej vitesh merret me këtë zeje, thotë se interesimi për veshjet kombëtare dhe ato tradicionale gjakovare vazhdon të jetë i madh. Me biznesun e punoj që shumë vite, edhe jo me kënaqshëm me këtë biznes, i shoh që është interesimi, sidomos për veshje kombëtare, këto veshje tona nuk vdesin kurrë, janë gjithmonë tradicionale dhe i mbajmë me shumë kujdes dhe me pasion i punojmë, sidomos edhe vajzat e reja, ato janë shumë të interesuar, si me veshjen, mi vesh edhe si punohen, edhe unë jam e kënaqshme shumë, edhe unë punoj shumë me sipas kërkesave të klienteve. Jo veç me veshje kombëtare, po punoj edhe me veshjen tradicionale gjakovare, me punë dore me ari, edhe ajo ka një vlerë shumë të mirë, shumë të madhe, edhe punohet me pasion. Ajo thekson se ruajtja këtyre veshjeve është e rëndësishme për të mos harruar tradita dhe puna artizanale shqiptare. Sa ma shumë të ruajmë, të kujdesem për to, edhe të interesohem, sidomos të trejat që mos ta na shkalojnë këto veshje tona, që ta kenë si punë dore, që mos ta hupin, dhe se kemi traditë jona si shqiptare, se kudo që të shkojmë, ta prezantojmë vendin tonë si kosovarë që jemi, edhe si shqiptarë. Përmes punës së dorës dhe interesimit të rinjve, veshjet tradicionale vazhdojnë të përcillen dhe të ruhen si pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare.